Kryeministri i AK-s, Labino Gjini, është me ne në studio dhe do të flasim për mungesën e vullnetit politik për kusuar kuvendin e Kosovës, por edhe zhvillime tjera politike. Atëherë, zoti Gjini, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, faleminderit. Atëherë, zoti Gjini, sot pam që përfundoi edhe seanca 25 e kuvendit pa u konsuar ky kuvend i Kosovës. Në anën tjetër e pam partinë fituese vendosjen e cila në vazhdimsi po akuzon parti tjera të cilat po gjejnë si fajtore për këtë situatën dhe blokadën e krijuar. A jeni bashkëfajtor kësaj situate edhe ju si AK, apo çka po ndodh? Absolutisht jo. Sot i vetmi fajtor në Kosovë për këtë situatë është vetëvendosja dhe Albin Kurti. Nuk ka asnjë njeri tjetër në këtë vend i cili merr përgjegjësi për blokadën e kuvendit, konstituimit kuvendit. Dhe ishte diçka e tepërt të akuzohej opozita për më falni për Partia fituese. Po, pikrisht, dhe për seksizëm sot, apo mizogjeni nga zonja Albulina Agjiu, për arsye sepse AK-ja vetë ka propozuar dy femna, këtë rast zonjën Selimi dhe zonjën Bogojevci, për kandidate, të cilën i ka favorizuar për t'i votuar. Se po konsideroni që Albulina Agjiu po thotë që ka sulme seksiste dhe mizogjene ndaj saj. Ishte një deklarat. Unë besoj se zonja Albulina Agjiu nuk i kupton këto dy fjalë, as nuk e di se për çfarë bëhet fjalë. Asnjëherë nuk e ka sulmuar askush mbi bazën e gjinies apo mbi bazën e asaj që është si Albulin. Po mbi bazën e deklaratave të saj, mbi bazën e sjelljeve të saj politike dhe të qëndrimeve të saj përgjatë gjithë mandatit edhe para këtij mandatit realisht përgjatë opozitës. Është një grua e cila e ka përqa gjatë gjithë kohën sferën politike, ka luajt një rol të jashtëzakonshëm në polarizimin politik dhe ajo vazhdon ta bëj edhe kur është kandidate për kryetare të kuvendit. Pse mendoni se vazhdon ta bëj edhe këtë? Sepse nuk ka as disa ditë më përpara kur ajo doli në krah të zotit Faton Peci duke sulmuar prokurorinë. Në një shtet normal, një njeri në politik nuk e sulmon prokurorinë në punën që e bën apo sistemin e drejtësisë. Dhe këtu tregon qartë se kush është Albulina Agjiu. Jo sepse është grua, po sepse ka qëndrime jashtëzakonisht përçarëse, jashtëzakonisht të dëmshme për shtetin e Kosovës. Dhe nuk mjafton të marrësh vendime, sepse ajo deklaroi se nuk ka marrë ndonjëherë ndonjë vendim kundër Kosovës, ajo s'ka marrë asnjëherë asnjë vendim pro Kosovës, pro shtetit Kosovës, pro zhvillimit. Dhe për më tepër e saj ka qenë përkundrazi shumë e dëmshme për zhvillimin e këtij vendit demokratik, liberal dhe në suaza të një integrimi të arshëm në BE. Po, megjithatë sa i përket kuvendit tani më nuk ka një sistem për ta hedhur emrin e saj në votim, por ka një sistem për formimin e këtij komisionit për votimin e fshat. Tani pse konsideroni që përkundër faktit që e keni dërguar edhe për interpretimin në gjykatën kushtetuese partia fituese po vazhdon të insistojë dhe ta vënë në votim këtë komisionin e fshat. Pse po e shihni, si po e shihni këtë insistimin e vetëvendosjes? Insistimi i vetëvendosjes, ne nuk jemi duke thënë se Albulina Agjiu është prap kandidate, por jemi duke thënë se Albulina Agjiu nuk është tërhequr prej kandidaturës. Deri më sot nuk jemi ne që e themi. E tha zoti Albin Kurti hiç më pak se para 2-3 dite, kur tha Albulina Agjiu as nuk është në pyetje, as në pikë pyetje. Këto janë deklaratat e zotit Kurti. Ai kishte fjalën për komisionin e fshat. Dhe sot prap zonja Albulina Agjiu nuk është duke thënë se nuk është kandidate. Është kandidate gjithmonë ajo për kandidate potenciale gjithmonë për të qenë kryetare e kuvendit. Dhe ne nuk kemi problemin e komisionit të mshift. Është çështje procedurale. Thotë është e papranueshme që të thyen të shkelën procedurat. Është kaq e thjeshtë, sepse ju ka tek vetëvendosjes me qëllim që ajo të ketë vota nga lista serbe dhe ti shpërfaq ato sikur të ishin të vota nga partitë opozitore. Qëllimi i vetëvendosjes është i qartë, që të shkojë në një votim të fshat, të votohet nga lista serbe dhe kjo e ka thënë edhe zonja Dënika Gërvalla. A jeni sigurt që vetëm lista serbe dhe ju edhe ndonjë deputet tjetër i opozitës e voton paktën nga AK-ja? Ajo që jemi sot të sigurt është se lëvizja vetëvendosje Albulina Agjiu nuk i ka votat. Dhe kjo është e qartë, është e dukshme, është normale në një shtet demokratik. Dhe atë po ja thonë që u takon të gjitha partive të votojnë tani, jo vetëm partisë fituese. Absolutisht, ne ju kemi thënë, jemi të shumë të qartë, zoti Kurti duhet ta ndrojë kandidatën. PDK-ja ka thënë që nuk do ta votojë asnjë kandidat i cili është pjesëtar i qeverisë dhe shumë e qartë qëndrimi i partive opozitore. Nuk e kemi asnjë detyrim për ta votuar kandidatin që do zoti Kurti.
asnjë detyrim. E ka propozimin për kandidat, e ka lëvizja vetëvendosje, sipas rregullave kushtetuese, ne kemi të drejtën ta votojmë apo jo. Dhe në një sistem demokratik, në një regjim parlamentar, shkojnë me kompromise, me marrëveshje, me dialog. Në këtë rast nuk kemi, është një blokadë e qartë, e qëllimshme dhe e vazhdueshme e zotit Kurti. E qëllimshme, pse e konsideroni të qëllimshme? Nuk i ka numrat për qeverinë, pastaj edhe këtu i konvenon të ketë një blokadë apo si e konsideroni ju? Mund t'jenë tjera, po i vetmi njeri që bllokon sot situatën dhe bllokon konstituimin e Kuvendit është zoti Kurti. Nuk është parë ndonjëherë në ndonjë vend të botës demokratike ku kandidohet i njëjti njeri për 25 herë. Ose 17 herë, si thoshte sot Albulina Agjiu. Thotë është e pabesueshme që bëhet një gjë e tillë në një shtet normal dhe demokratik. Dhe këtë, më falni, po edhe ambasadorët e huaj që normalisht nuk flasin në një gjuhë kaq të drejtë për drejtë, janë detyruar ta thonë. Jemi në një shtet demokratik dhe ja kujtojnë zotit Kurti se në një shtet demokratik kështu funksionon demokracia. Nuk është si u tekët atij ku ai mundohet ta vendos një regjim absolutist përmes tekëve apo raportit të forcave që mundohet i krijojë me opozitën. Sot është e qartë për opinionin publik se kush është bllokuesi. Pse duhet jemi ne bllokust? Ne e kemi thënë fjalën tonë. E kemi thënë jemi të gatshëm të votojmë. Ndryshua kandidatën, vë dikë tjetër dhe kaq. Ka që është, do thotë që ne jemi avancuar në negociat apo në kompromis. E kemi ofruar, e kemi bërë ofertën. Biles, zoti Haradinaj ka thënë që jemi të gatshëm edhe Glau Konjufsën ta votojmë. Po, tani topi është në fushën e vetëvendosjes, nuk është në tonën. Po, dhe zëndigjini si mund dile tani nga kjo situatë. E përmendë që edhe fakturën ndërkombëtare, ambasadorët kanë reaguar dhe kanë pas mesazhe qarta që duhet formohet institucionet, konsultat Kuvendi dhe qeveria, por si mund zhbllokohet situata? A shihni zgjidhje atë pyetjen dhe kërkesën që e keni dërguar në gjykatat kushtetuese apo më shumë po shihet si zgjidhje tani? Zgjidhja më e shpejtë, më e mirë dhe më normale në një shtet demokratik, sepse është ajo politike. Dhe kjo politike është zoti Kurti bën hap përpara duke zgjedhur një kandidatë tjetër duke ofruar për votim. Kjo është zgjidhja më normale në një shtet dhe në një regjim demokratik. Pra presi që partia fituese të lëviz nga qëndrimi të saj ta ndryshojë emrin e kandidatit. Kjo është më normale, kjo është lëvizja e duhur dhe domosdoshme dhe më e shpejta. Tjetra mund të jetë edhe gjykata kushtetuese, po kjo është një imponim përmes aspektit juridik, ku vje për të zgjidhur një ngërç i cili në një vend normal e ripërsëris nuk do duhet të ishte. Sepse nuk është normale kjo sjellje të cilën po e shohim nga zoti Kurti apo nga zonja Albulina Agjiu, me të vërtetë nuk kanë të bëjnë absolutisht me një normalitet demokratik, liberal, apo të një regjimi parlamentar si që është ky yni. Kështu që gjykata kushtetuese nëse jep vendimin e vet, edhe kjo mund të jetë një zgjidhje sepse e detyron atëherë që të njihet numrat e kandidatit i cili del për votim, nëse njihen ato numra, sepse sot duhet kuptuar se nuk është kërkesë e aleancës çështja e votimit të fshet në gjykatën kushtetuese, por është që të konstatohet, të sanksionohet fakti që zonja Albulina Agjiu nuk i ka marrë votat e domosdoshme dhe në këtë rast të eliminohet si kandidat, do thot nga aspekti ligjor. Pra e keni kërkuar kushtetueses që të konstatoj ose deri në sa herë, e keni kërkuar edhe në këtë formë që deri në sa herë mund të prezantohet i njëjti kandidat apo si? Çfarë forme është bërë? Nëse shikoni, aty kërkohet që kandidatja të konstatohet kur është kandidati për krye parlamentar, të konstatohet që i ka marrë numrat e nevojshëm dhe të njihen ato numra me një fjalë si vota dhe të konstatohet që është miratuar. Në anën e kundërt, kontrario, do thotë nuk konstatohet mosvotimi i saj. Do të në aspektin e sanksionimit ligjor. Që kur Kuvendi e konstaton, prandaj edhe po mbyllen seancat pa e konstatuar, do thotë ligjërisht që zonja... S'do duhet pastaj të vazhdonte seanca kur konstatohet që nuk ka lënë ky kandidat. Ajo është kërkuar interpretim gjykatës edhe kjo çështje. Kjo është kërkuar dhe me një fjalë, nëse gjykata kushtetuese e detyron që kandidati i cili është konstatuar eliminohet me një farë mënyre dhe duhet të vazhdojmë patjetër me një kandidat tjetër. Çka e shtyn vetëvendosjen që të paraqes kandidat tjetër sa herë që ai nuk votohet. Kjo është kërkesa thelbësore në gjykatën kushtetuese për ta shpjeguar me fjalë. A janë edhe këto komentet pak a shumë që i keni dërguar si AK apo cilat janë komentet? Ne kemi bërë kërkesën. Ne kemi bërë kërkesën, do thotë që komentet ju takojnë të tjerëve që
që t'i bëjnë. Pra ju si akën nuk ju takon t'i dërgoni komente? Jo, në takon, po e kam fjallën që ne kemi bërë kërkesën, do thot në disa faqe, që 7-8 faqe, do thot në mënyrën më profesionalit mëndshme, gjykatës kushtetuese, dhe ne presim, jemi kërkuesit në